Përshëndetje, mirë se erdhni në Krip dhe Piper. Unë jam Alfio. Dhe unë jam Indriti. Dhe sot për ju kemi një recetë spektakolare, quhet fish and chips. Fish and chips. Merrni shënim gjithë ingredientët që na duhet për recetën e sotme. Si thon amerikan, fish and chips. Fish and chips. Për 4 persona ju duhet 600 gram fileto peshku gjuzë, 5 vezë, 400 gram patate, 100 gram miell, 200 gram galet, 2 lug uthull, 1 lug safran indie, vaj ulliri për skuqe, krip dhe piper. I morë shënim gjithë ingredientët që na duhen për recetën shumë bukur. Kjo recetë është shumë e thjeshtë, mjafton që të vendosim një tenxhere me vaj, ulliri altis për skuqe, të ngrohur përpara dhe një tenxhere ujë për patatet që do i zim përpara. Për të bërë patate sa më kerce. Do i shpjegojmë disa teknika shumë të mira, teknikë spektakolare. Dini si të manovroni dhe për skuqjen e patates, dhe gjithashtu te fish and chips duhet edhe pak një krem salse, po ne do këtë rast kemi marrë një salsë me avokado që quhet guacamole, po ta bëjmë tip kremi, jo me copza. Ne këtu te uji po vendosim safran indie për të dhënë një ngjyrë edhe shije patateve. Fantastike. Dhe safrani thonë që bën shumë mirë dhe për shëndetin. Po, safrani indies merret nga një rroj peme dhe thahet edhe grihet, edhe do i vendosim pak uthull, normalisht pak krip, që të jenë kripura patatet. Edhe uthulla krijon një proces kimik fantastik për patatet. Se ne do i presim kubike dhe do i zim, edhe ç'a ndodh? Patatja zihet edhe bëhet shumë e butë brenda, edhe për jashtë ngelet ajo cipa. Pjesa kërce. Që kur do e skuqin do bëhet kërce për jashtë edhe e butë fare brenda. Edhe kjo e sekreti. Uthulla te uji zirjes. Ose exageroni, shumë pak. Exageroni. Okej. Atë. Super. Mjafton, t'i vejmë të nxehet vaj, gjithashtu dhe uji. Unë po merrem me kremin. Ola. Kjo recetë është e famshëm në gjithë botën, edhe gjithë kush e bën më mirë, kush më keq, kush e bën super si ne. Është një recetë amerikane. Është një recetë amerikane. Por është shumë e shpejtë, por është shumë e mirë, ama shumë e shijshme. Nëse fëmijët nuk e duan peshkun, nuk e duan asnjë nga fëmijët. Nëse doja propozoni kështu, peshkun do e hajnë, duket si kotolet. Si kotolet, do e hajnë pa pikur brenda, thënë ua sa mirë që është duhet prap. Tani unë do vazhdoj të qiroj patatet dhe pres kubike, ose mund të presim gjysmë hanë, varet si keni dëshirën. Sipas dëshirës. E qirojmë patatet me qirus, fap. Me shpejtësi. Atëherë, për guacamole na duhet pak qep, pak limon dhe një avokado. Zakonisht guacamole duhet edhe pak spec djegës, mund ta veni ose jo, sipas dëshirës tuaj, nëse nuk ju pëlqen. Shumë e rëndësishme që për zierjen e patateve do blejmë ca patate që janë të vjetra, mos përdorni patate nga ato të frehta që përmbajnë shumë ujë brenda, sepse nuk do dalin as të mira sa me patatet vjetra. Patatja është vetëm ajo që sa më e vjetër është më e mirë as për gatimin. Është e kundërta. Është e kundërta. E humanit, gjë human. Hola. Keni kujdes vaj që mos atë kalojnë temperaturën gjithmonë, se ndryshe e shkojmë dam kot. Ja, kjo është pothuajse gati, mund ta ulim pak derisa të bëjmë gati gjitha produktet. Marrim qepën e bëjmë copza. Sot kremin e kemi shumë thjesht sepse do ta bëjmë me mikser, me mini pinner. Prandaj bashkojmë gjithë produktet në një gotë. Dhe avokado. Sa i shpejt jam me qiru patatet sot. Pesa qiroj edhe ne gishtëni. Avokado është mirë ta presim për gjys dhe të jetë i butë. Sepse po nuk që i butë do thotë nuk është akoma gati për të ngrënë. Gjithmonë sa më i butë jetë, pastaj nëse nuk gjeni avokado të butë, mjafton ta bleni një avokado edhe gjithashtu i fortë ta leni në diell. Do ta leni në diell ose mund ta leni, thonë që nëse e lën me frutat, bashkë me frutat vjen në frigorifer, por në ambientin e jashtëm. Nëse ne bashkë me frutat pjekura, të bëjmë muhabet me njërin, ç'kemi çuna sjeni? U pjeket ti po piqem. Atë me lugën e nxjerrin tik. Gjithë. Avokado. Si që shikoni mbetet të lëkura, por mjafton ta gryni mirë. Siç pastrohet edhe kiwi.
Ka të mezi pres të vinë shtatorit, etorit, që të bëjmë një recetë shumë e kiwi, fantastike. Kiwi është një frukt që mua më pëlqen dhe shumë i shishëm, bën shumë mirë dhe për shëndetin. Edhe ka plot vitamina. Okej, edhe tani kanë 3 kiwin që se doni, po nuk janë të mirë aq si kur janë sezonit shtator tetor që janë gati. Kështu që do presim dhe pak. Ola, marrova me qirimin e patateve. Hujo. Je bërë kështu, një makineri për patatet. Një radhë që ti nuk kishe, shpjegova që kam qeru pothuajse 2 thas 25 kg patate në ditë për nga 12 vite. Dhe bëni pak që i dhugurina sa kile patate kam qeruar. Normalisht edhe ti, se nga aty kemi filluar gjithë. Edhe sot që jemi ku jemi, ndihmësat nuk janë të shpejt, edhe ndonjëherë do kapim prapë dorë vetë patate që ti shpejtojmë, ti bëjmë sa më shpejt. Unë pëlqente fakti sa të duhet këto mund t'i majnë dhe për shporta, për të hedhë guacamolen në brenda. Guacamolen të pjata, pjuk. Qoftë ju pastroni mirë këto, lëkurën e avokados, i mbani për pasaj që të vëmë kremin, që ta karakterizoj në mbulesën e saj. Presim patatet kubike. Kubike të mëdha, jo shumë të vogla. Do të thonë gjysmën patate, pastaj gjysmën edhe pastaj 6 copa për çdo gjysmën patate. Edhe një herë. Gjysma patates. Pastaj gjysma gjysmës, edhe pastaj 3 kolpa, pap. Shumë e thjeshtë. Edhe do keni patate kubike perfekte për t'i bërë në mënyrën tonë për fish and chips. Voilà. Edhe një herë, çak. Qa pra ku i kemi? Qepën, avokadon, lëngun e limonit. Në recetën origjinale është lajm, po ne i hedhim limon. Mjafton vetëm gjys. Për një avokado, nëse keni 2 avokado, hedhni një limon të plot. Dhe sigurisht krip dhe piper. Gjithmonë krip dhe piper, se pa krip dhe piper nuk bëhet asgjë. Tani unë i vendosa kam patate prera, edhe do i vendos për të zier. Por ama keni shumë kujdes, sepse patatet do i kontrolloni vazhdimisht, sepse duken që janë të forta, nuk janë akoma gati, por nëse juve ju duken të forta nga jashtë, për brenda do jenë komplet të zira si pa fond. krem brenda. Janë krem komplet, kështu që keni shumë kujdes, sepse nëse te kaloni atë procesin që uthulla e bën atë cipër për jashtë, prishet ato cipa dhe patatet shkrihen komplet në ujë. Ka shumë rëndësishme kjo pjesë. Opa! Si gjithmonë e bëra vendin namsh, s'ka problem. E lejmë ka pak dhe e lejmë për të zier diku te 12 deri në 13 minuta maksimumi, jo më tepër, Normalisht kontrolloni gjithmonë. Unë po me kremin, atëherë me mini pine, me motorin e kuzhinës. Duke shtypur. Si shikoni, bëhet krem vetë. Jedhim shumë pak vaj, altis. Bëm pak alfjo. Vola, një fije, mjafton. Unë ndërkohë po thej vezët që na duhen. Vezë konat super të fresta dhe super të shishme, që për një vezë të mirë do të shej mirë pulen. Do të masazhojmë pulen. Japim masazh. Tak, masazhi. Ja ku e kemi gati. Kjo është një guacamole shumë e shpejtë, por ama shumë e shishme. Pastroj mirë. Okej. Tu kemi edhe vezë, dhe kemi thyer të gjitha. Dhe kemi gati. Do shtojmë pak piper. Tu bën thjesht një galet me peshkun, siç bëhet me mishin. Por duhet pas shumë kujdes, do të bë 2 kalime në bukë sepse peshku është shumë delikat, edhe rrezikojmë që të përhapet kur do e skuqim. Kështu që do kemi shumë kujdes. Hedhim edhe pak krip brenda. Kemi zgjedhur peshkun gjuz, sepse gjuza Tu s'kam. Ja. Thank you. Kemi zgjedhur peshkun gjuz, se peshku gjuz është si petalluq. Mund të jetë çdo lloj peshku petalluq, mos ketë shumë i trashë sepse na digjet nga jashtë, nëse është shumë i trashë rrin pa pjesë nga brenda. Kjo është një nga rregullat bazilare të kuzhinës. Kremi në guacamolit është gati. E lejmë aty për
sot më vonë. Alpi e bërë me shpejt se mikseri. Mikseri. E kam mësu unë mikserin me rap vetët. 2000 gjiro, minut. Ja kemi vezën gati. Patatet po zien. Opa, Një recetë shumë e shpejt, shumë e thjeshtë si sta më parë. Tu kemi buken. Ja, t'i vendosim të gjitha. Dhe pastaj aktivizohemi në Edhe do sinkron. presim peshkun. Tani, kjo është një fileto gjuse. Kemi zgjedhur sa gjusa shumë të mllana. Mjafton që këto t'i presim thjesht për gjysëm. Kështu. Voilà. Bëhen si fitila, si quhen, shirita. Shirita peshku, pse jo? Shumë mirë. Ole. I presim të gjitha. Pra fije, i majmë. Fije. Okej. Ja, unë po t'i pres tu. Pastaj, normalisht do i kalojmë miell, vezë, galet. Pastaj vezë pra, edhe herë galet. Galete. Mbet tavë, qiko, se po t'i le difuzës t'i gishtet se sapot janë shëruar. Tak. Morë pak madhe, keni marrë shumë filet. Një tavë të madhe se do bëjmë shumë fileto, edhe na duhet edhe një tavë tjetër me letër, sepse pas skuqes i thajmë nga vaj. Normalisht do skuqim një herë të gjitha filetot e peshkut, pastaj edhe patatet, aty ku kemi skuqur peshkut, që të marrin edhe patatet shihen e peshkut, që dalin sa më fantastike të mundshme. Mos harroni tavën me pak letër. Tarararara. Kjo është një recetë fantastike që shoqërohet aq shumë mirë me birra, sa që nuk e keni idenë. Sa po doja ta thojë do. Po mendojmë njësoj. Si janë të patatet? Me lukët dryrit? La. Vole. Safrani ndijes mirë që jep shije, po siç e shikoni, i ngjyros i bën një ngjyrë spektakolare patatet. Edhe dalin ngjyrën e verdhë. Dalin shumë të mira. Safrani ndijes, si ishte ajo fjala që kemi ngjuar në një market që shkuam? Po kërkonim safrani ndije ose kurkuma, edhe shkojmë te dyqani e themi, "Ke kurkuma zotëri?" Kurkuma, ç'është kjo kurkuma? Pastaj shkon te tjetri, thotë, "Ç'është kurkuma?" Punojësi. Pastaj te tjetri prap. Ku është kurkuma? Asnjëri nuk e dinte. Kur del njëri, tha, "Mos është ky tha?" Po ky është. Dhe ngjyrus pilavi. Nuk quhet ngjyrus pilavi, quhet kurkuma ose safrani ndije. Tani. Tak, por normalisht kjo gjë nuk na kanë ndonjë të konat. Sepse Okej, unë të rritë e buka. Ti do të buka, okej, që të bësh sa më pak pis. Ja, hop. Atëherë. Mos e shqipni shumë se do mbeteni pa fileto. Mjafton shumë pak në sipër. Delikat. Edhe një herë në vezë, blap. Edhe një herë në buk. Ja, është një procedurë shumë e thjeshtë. Një punë skuadre, do jeni 2 veta, ndryshe do bëni kishtat me aq shumë buk galet se nuk i hiqni dot. Ja, pra po e kemi peshkun. Vajin është gati, mjaftojmë vetëm ta skuqim. Unë e mora një tavë për të kulluar patatet. Edhe do dalë një recetë spektakël, kaq e thjeshtë, kaq i shpejtë dhe kaq e mirë. Mos sidhni shumë. Mjafton vetëm 3-4 fileto për çdo rast, për çdo pjekje, se na ftoft vaj. Okej. Të shikojmë çik patatet që mos na kalojnë pjekjen, ndryshe e kemi bër lamsh. Voilà. Duan edhe pak. Ndërkohë që skuqim peshkun, ato bëhen super gati. Dokte? Po. Me delikatesë peshkun që mos e përzini brenda shumë, sepse humb gjithë bukën. Do të thënë mos e përzini një, edhe temperatura e vajit që mos jetë shumë e lartë. Shumë e lartë se e djeg. Çike ul, e fikim, e ndezim me delikatesë. Që skuqet bëhet kerca dhe ngelet peshku brenda i butë, njom i mirë. Si do jenë edhe patatet. Kerca për jashtë, buta shumë të mira. Edhe pastaj peshkun plako do e bëjmë këtu. Do e shërbejmë në të 2 shportet e drunit fantastike. Që janë aposta fat për ushqim. Ne bëjmë një pjatë dizajn me alimentare me peshk brenda, pap. Do vendosim edhe salcën, edhe patatet rreth për çaj. Chips i vërtet. Një super fish and chips. Ideja është fantastike, shisës vetëm fish and chips.
Shikoni patatet sa të verdha janë bë. Në harmoni që spektakolare. Ka vendos tu që është qikë më i fuqishëm në zjarri. Ndërkohë po mushi këto me avokadon, me dy luk, me guacamole. Mu hap shumë oreksi tani. Duhet një birë me të thënë drejtën me këtë fish and chipsit. Quna nga regjia, shkoni me një 2-3 bira. Ja, kam një luke. Do dhe pak mushim to. I sekund. Të format. Mund t'i vendosim edhe në gjesë sallat për bë pak ngjyrë. Po, pas tu pas kem një sallat tjetër. Radikjo është një sallatë. Sallat radikjo, unë po bëj ekstra këtë gjën. Ju mos e bëni. Që se doni bëni. Thjesht për t'i dhënë çik bukuri më shumë. Edhe shijes radikjo është një sallatë, jo gjithë i pëlqen sepse është pak e idhë në fund, por Do me thënë, vjen e ëmbël në gojë direkt dhe në fund fare mbyllet me një tonalitet të hidhur. Por, shumë e mirë. është shumë e shijshme. Pak dhe ne që kemi jetu në veri Itali, Që është shtëpia e radikjos, Radikjos Home. Që ka qike madhe si gjithë, po s'ka problem. E bëjmë shumë. Të veçantë. Voilà. shikoni si po marrin ngjyrë dhe filetot e gjuzës. Dhe mbajmë në atë pikën që kur të marrë ngjyrën e artë, pastaj do heqim. Ngjyrën e floriri. Ngjyrë floriri. Është perfekte. Voilà. Opa! Spektakël. E vendosim që tani të pjata. Op. Këtu. E sa tjetë gati pastaj. A gjithmonë, perimet që të projnë me qese kuzhine. Qese kuzhine shumë e rëndësishme që mos prishen. Që mos të vyshkën, se edhe i ftofti i tepërt i frigoriferit dhe vyshk produktin, sidomos sallaturinat që janë shumë delikate, që duhen një temperaturë 3 deri në 5 gradë Celsius. Sepse kuzhina është edhe ekonomi. Nuk hidhet poshtë asnjë gjë. Do të thotë që t'jesh kuzhinier mirë dhe Edhe mos përdorosh. do t'jesh edhe shumë ekonomist. Voilà. Se të nëse je profesionist, në shtëpi shpëton diçka. Nëse je profesionist, ja. Voilà. E provojmë patatet me kuj. Pra mos harroni, sa nxirrni direkt peshkun, hidhni pak krip. Normalisht duhet edhe i fet limoni që po pres unë, sepse friturat e duan pak limon. Opa! Thonë se janë dëmshme gjë të skuqura, por janë më të shijshme. Janë më të shijshmet. Do të thënë, 2 herë në javë maksimumi hani gjëra të skuqura, jo më shumë. Pastaj nëse keni melçin që mban edhe 3 herë në javë, s'ka problem. Pakisht fish and chips amerikanë dhe kanë shumë përdopsi këtë pjesë, sepse shumica amerikanëve janë pak fat. E thënë, po ha peshk, po ha shëndetshëm, por në realitet po shëndoshëm prapë. Ja kemi këtu edhe limonin, kthej, tak, tak. Ndërkohë unë po mush 2 gota me birë, anës të merë shu gotat. Pep, 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 pep. Kemi pak fare, po s'ka problem. Tak. Duhet, për fish and chips, bira është ideale. Kemi edhe patatet tona që po bëhen gati. Shikoni, sepse mënyra jonë, siç ju kemi shpjeguar gjërat, që se i bëni kështu me rrallë, keni edhe patatet, ndërkohë që mbaroni skuqen e peshkut, keni edhe patatet gati direkt për skuq, s'keni nevojë të prisni. Ja pra ku e kemi gati dhe filetot e peshkut tjera.
Mos edhe harroni patatet. gjithmonë të hidhni krip, sapo i nxirrni nga vaji, hidhni krip se ne vetëm në atë momente merr. Tu kemi gati edhe patatet, sapo i kollova. Edhe direkt siç i kemi, i vendosim në vaj me delikatesë, kujdes se po i hodh me kështu me vrut të madhe kërcen vaj dhe digjeni. Ose do të bëni një fuzion. Okej. Edhe patatet po skuqen. Normalisht mos e hidhni gjitha gjërat për i herit, hidhni nga pak, gjysma. Patatet janë shumë e rëndësishme nga e zgjirja me uthull dhe se nëse i zini pa uthull nuk do të dali fare Shkoni receta. duket nuk u ka shkputur fare patatja, rrin sigurisht e plot. Por ama nëse hapi mrena, mes, është e shikoni, butë. është e butë mrena, por jashtë duket e fortë. Nëse e hapni mrena, patatja mrena është krem komplet. Si krem. Edhe shkruani këtë se është një sekret shumë i bukur. Kemi mësu sa restorante unë ndriti me bërë këtë teknik, që po e përdorin akoma, restorante me shumë famë Tiranë, që nuk na kanë falenderuar akoma, po na falenderoj një ditë base. Por tak. Yeah. Ja ku jeni patatet po bëhen edhe akoma theksohet akoma më shumë ngjyra në skuqe. Mos keni frikë se do skuqen goxha në vaj, nuk do i digjni. Ne vazhdojmë edhe shërbejmë impostimin e këto pjatë. peshkun. Allora. Shiko sa bukur Tak, del me këtë koshin kështu, pastaj vejmë në Tak. vendin e patates. tak. Voilà. Po egzageroj pak me porcionet, po. Racionet plota se jemi me dietë. Kemi thënë të hajmë një javë friturën, po atëherë ja ha mirë. E ha mirë, kështu. Uasa mirë. Edhe unë. Ka sa bukur del. Edhe këtu do shërbejmë dhe patatet, dhe do dalin fantastike. Sa të bëhen gati, Mungon pak akoma. edhe pak parë janë gati. O, pse pak më dy kokra këtu. Chips and fish. Pse fish and chips ose chips and fish? Se fisha është protagonisti kryesori, mendoj. Pastaj chipsi, po, Ose sepse Ose fish chips. peshu do skuqet përpara. s'ka gjë. Është më i shtrenjtë peshku. Para se mund ta bëni këtë recetë me peshka qenë që nuk kushton lirë fare, kështu që Po jo nga ato 500 të ka mbrej. do të sjellë me ditë peshka qenë do ta gatu. Ja, ato i palombo. Palombo si. Ja ku jemi, kemi edhe patatet gati. Gjithçka gati, kremën, peshkun, super patatesh, gjithçka super kërce. patate. Janë bë kërce për jashta edhe të buta brenda. Shumë të buta brenda. Këto janë katrore, po unë nuk i prek ose gjysmë hane. Gjysmë hane do kishin dalë akoma më të bukura. Por gaçë bëm peshkun e gjatë, Ti bëm Mos të bëjmë edhe patatet. Mos bëni konfuzion, gjata me gjata. këto janë patatet e skuqura më të mira të freskëta që mund të hani. Edhe zjeni gjithmonë patatet, sepse amidoni i patates kur skuqet është kanceroz, kështu që me zjerjen amidoni zhduket Ju komplet. shpëton jetën. Shpëtoj jetë, zi patate. Pak krip. Okej. Jemi gati për përfundimin. Ja ku kemi peshkun, guacamolen, limonin, tu hedhim patatet, edhe kemi një pjatë spektakël. Super abundante, të mushur, Të bollshme. të bollshme. Fish and chips, për 4 persona ju duhet 600 gram fileto peshku gjuzë, 5 vezë, 400 gram patate, 100 gram miell, 200 gram galet, 2 lug uthull, 1 lug safran indie, vaj ulliri për skuqe, krip dhe piper. Qing, Qenë. apo qers apo gëzuar. Viva la birra. Ta provojmë peshkun me salsë. Salsë guacamolit. Spektakël, provojeni. Kjo ishte receta jonë për sot.
Ne shihemi çdo ditë nga hëna deri premte në krip dhe Krip dhe piper. piper, fish and chips, mos harroni. Receta fantastike çdo ditë. Ciao! Ciao!